Afro 3 dekada më parë, një projekt me ekspert danez solli një frymë të re në arsimin shqiptar, duke ndryshuar mënyrën e mësimdhënies në shkollën në Infrashërit të Elbasanit. Sot, një prej autorëve të tij, zoti Per Fischer, u rikthye pas 25 vitesh për të parë nga afër gjurmët që la ky bashkëpunim. First of all, I would like to say that I'm very touched to be back again in Albania and especially in Elbasan. And it's my first visit here during the last 25 years. I worked together. At that time, I worked at the school on a Danish project, which lasted for almost 10 years. And the idea of the project we did here was to train the teachers, to teach in another way, to involve the children, the pupils in the teaching. And it was a very great experience for me to work together with all the hard-working teachers here at Namfrasili School. I emocionuar, ai kujtoi sfidat e atyre viteve, kur për të futur metodat e reja, nevojitej edhe miratimi i ministrisë. Fischer theksoi se teknologjia duhet të ketë rolin e saj në arsimin e sotëm, por jo të mbizotërojë, ndërsa suksesi në shkollimit në Danimark e lidhi me demokratizimin e arsimit. We have a long tradition for democratic teaching, and you know, the people they are going to school not just to learn facts, but they are learning for a lifetime. And that is an important saying in Denmark. The school is to give you some abilities, but it's also to teach you to be a democratical beings for the whole life. Në vizitën e tij, shoqëruar nga pedagogu Ardian Turku, bashkëzbatuesi i projektit, Fischer la një kujtim në muzeun e shkollës dhe mori mirënjohjen e mësuesve. Në shenjë falënderimi, atij u dhurua simboli i shkollës si kujtim për ta marrë me vete në Danimark.